tokë. Më ka rënur kokë. Kam dashur më me apë, ku më nje, dhe guri thapë. Ku kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndin. Moshatare, zanje në porte e paskeruvet, që shpreje gjeto bashe muji. Shikues nderuar televizionin shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në emisionin Historia Shqiptare. Sot kam ftuar një personalitet të komunitetit shqiptaro-amerikan, me të cilin do të diskutojmë çështjet aktuale që janë në politikën në Kosovë, në Shqipëri, më gjerë në Ballkan, dhe mandej edhe detyrat që i dalin diasporës për të dhënë këtë kontribut, megjithëse ne si diasporë kemi mbaruar detyrat tona. Mundësitë që kemi pasur i kemi dhënë dhe ato kanë dhënë efektin e tyre, por aktualisht të ngërçet politike të aktualitetit sot që ndodhin në botën shqiptare nuk janë të mira, nuk janë të shëndetshme. Për këtë unë kam ftuar një person që ka bërë lobizëm, është një lider, ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të shquar për çështjen bashkëkombëtare shqiptare. Për këtë ai është vlerësuar me shumë çmime, por një nga ato është vlerësuar dhe nderi i kombit shqiptar, i cili ka qenë i kudo ndodhur në të gjitha fushat e jetës, jo vetëm në politik, por edhe me bizneset e tija, ka dhënë frymëmarrje ekonomisë edhe në vendlidhje. Është një bamirës, por do të përqendrohemi sot se si personalitet që është ka hyrë në historinë shqiptare, nuk do ta bëjmë bisedën ashtu siç e kemi në mënyrë zakonshme, në mënyrë kronologjike, do të përqendrohemi tek aktualiteti sot, që është e veçanërisht që është Kosova dhe Shqipëri mbas zgjedhjeve, për të cilat akoma ka probleme dhe duhet që të jepet një zgjidhje shumë e shpejtë. Dhe ky është Ari Baraktari, me të cilin unë jam shumë e gëzuar sot që kam në studio, pra do të marrim mendimet e tija se si duhet politikanët kosovar, shqiptar, bashkë ku jemi të kenë kujdes dhe të përmirësojnë situatat e tyre. Mirë se ka ardhur zoti Baraktari. Mirë se kem gjetë, faleminderit shumë për juj, faleminderit për punën e juj si bëni tash 25 vite në komunitetin tonë, po në nderoni dhe jena krenar me punën edhe veprën e juj, i rritnera. Mirë se vgjetëm. Ju jeni një personalitet i rrallë, keni hyrë në historinë shqiptare me punën tuaj, me kontributin tuaj, dhe keni dhënë një investim shumë të madh veçanërisht në lobizëm me kongresmenin Elio Tengëll. Do ta kemi pyetje më vonë, por pyetja e parë do të jetë për juve, gjë që keni dhimbje dhe ju çdo shqiptar kudo ku është. Situata në Kosovë aktualisht mbas zgjedhjeve të shkurtit. Nuk kemi një qeveri mbas zgjedhjeve. Ju keni dhënë personalisht ju dhe shumë në komunitet kanë dhënë kontribut edhe tani për Kosovën, për qëllimin e saj, për ecurinë e punës saj, tani ndihen keq. Po, është me të ardhë keq. Kosova është në pozicion shumë mirë, të shkëlqyshëm, edhe kur e shikon historinë e kombit tonë dhe kombit shqiptar, shqiptarët kur nuk kanë qenë ma mirë në Ballkan, por ka punë. Populli i Kosovës kanë votuar tash 3 muaj, kanë votuar njerëzit se mendojnë për të kriju qeverinë, për të hidis vendin, për të punuar për të mirën e vendit, për të zgjidhur problemet në ekonomi, për të zgjidhur problemet në mbrojtjen e Kosovës. Kosova e presin shumë sfida për të ecë përpara. Ka shumë ndryshime në botë, sikur tash si na shohim, edhe në Kosovë ka ndryshime, votimet janë bërë, populli kanë votuar,
qeveria duhet zgjedhet. Duhet të ulen, të bojnë kompromis, të zgjedhin qeverinë edhe të kryjnë detyrat si u takojnë, si populli si u ka dhënë për t'i kryer. Peshojmë se bota po hetë shumë shpejt. Ka shumë ndryshime në tërë botë. Ka ndryshime në Amerikë, na kena pas votimet e kalume në nëndorë, si kanë qenë. Tash kena një qeveri të re, një qeveri mjaft dinamike, një qeveri ku nuk i përngjet qeverisë kaluar, një qeveri ku po pret shumë për shumë vendëm në botë, si edhe po pret shumë nga Kosova. Qeveria amerikane ka ndryshim prej qeverisë të kaluar. Kjo qeveri po pret prej shtetëve si kur Kosova, si Shqipëria edhe vise tjera, për të vepruar, për të hecë për para, për të kryer obligimet. Kosovën presin shumë gjëra. Duhet bëjnë investime në ekonominë sa më shpejt, në arsim, në mbrojtjen e Kosovës, në ushtrinë e Kosovës. Duhet bëjnë investime në politikën e jashtme. Kosova duhet të investoj shumë në Washington, në Londër, në Kombet të Bashkuar, në Orientin nënkombëtare, ku janë sistemet, mekanizmet, ku Kosova mund të investoj në njerëz si kanë qenë në pozicione në qeverit më herët, si këshilltar, si consultants, duhet bëj çmos për të quar Kosovën përpara. Një ndër sfidat më kryesore si e pret Kosovën, të bëjmë çmos se Kosova do të bëhet pjesë e NATO-s. Shqiptarët ka ndodhur një mrekulli. Sot Shqipëria është pjesë e NATO-s, Maqedonia e Veriut është pjesë e NATO-s, Malizi është pjesë e NATO-s. E duhet bëjmë çmos se Kosova nesër do të është pjesë e NATO-s. Duhet bëjmë çmos mos me lejue nesër ndoshta Amerika ose NATO me i tërheq trupat nga Kosova. Duhet bëjmë çmos se do të jem pjesë e NATO-s, ku populli i Kosovës nuk do të kenë frikë se nesër një Serbi me përkrahjen e një Rusisë, përkrahjen e Kinës, përkrahjen e disa shtete tjera ku mund të sulmoj popullin e Kosovës e Kosovën. Dalemi tek aktualiteti. Kemi folur dhe flasim shpesh, është konstatim, është e vërtet, është realitet që në çojnë një vajzë, Albanenën e çojnë për të miratuar në parlamentin e Kosovës dhe kjo nuk arrin. Cila është analiza juaj dhe mesazhi juaj për politikën, për politikanët, për klasën politike të Kosovës për momentin, si do të kaluar ky ngërç? Po gjithë ata që i ka zgjedhur populli i Kosovës, në gjitha partitë që janë prej vetëvendosjes, PDK, LDK dhe AK dhe gjitha partitë, ata njerëz duhet, populli që i ka zgjedhur duhet të vendosin se Kosova vjen përpara çdo gjë, para njerëzve personalisht. Duhet bëhet kompromis. Asnjë parti nuk i ka fitu votat për të krijuar qeverinë. Tash, ajo realiteti. Hajde ulem, krijojmë qeverinë dhe të fillojmë punën, të shkojmë përpara. Është mjaft me hub kohë. Nuk ka kohë për me hub. Nesër, për shembull, qeveria amerikane don të bisedon me dikonin në Kosovë, ti nuk e ki qeverinë. Nuk i ki njerëzit. Duhet bëhet çmos, bëhet kompromis për të mirën e popullit, për të mirën e vendit. Edhe interesat partijake duhet të jesin mbrapa, ku interesat e Kosovës, e popullit Kosovës, duhet dalin përpara dhe të kryjnë obligimin se populli i ka votuar. Qysh nga fitimi i pavarësisë Kosovës deri sot, kryeministri Kurti është fakt, paktën nga ana mediatike, nuk i ka patur dhe nuk i ka marrëdhënie të mira me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Juve, si një personalitet, një person me bagazh dhe me eksperiencë në këtë fushë për marrëdhëniet dypartëse, si e vlerësoni? Për këtu, kryeministri Kurti ka një stil të vetin si kryeministër,
Ai po thotë se Kosova, dhe që ashtu është, Kosova është për para çdo gjë, për shembull, interesi i Kosovës. Por kryeministi Kurti duhet të bëjë çmos të bashkëpunoj me Amerikën, se Amerikën e kena mikin kryesor. Amerika është kryesore për të vendosë me u bë pjesë e NATO-s, për vendosë për sigurinë ku jena, për të vendosë në Orientin botëror, kena nevojë për Amerikën, duhet bëj kompromis, duhet filloj me bisedue, me punue me qeverinë amerikane. Presidentja po bën një punë fenomenale, prezantimi i Kosovës ku shkon, është një shembull shumë i shkëlqyshëm, por ka ardhur koha se duhet të bashkëpunojmë me aleat tonë, aleati jonë, për shembull, për Kosovën sot është Amerika, është numër 1. Pa Amerikën është problem për të zgjedhë problemet se i pret Kosova për të zgjedhë. Nuk mund të bëhesh pjesë e NATO-s. Nuk mund të zgjedhë problemin me Serbinë. Sikur e shihni Evropa është ç'sh është. Na kena pas tash 3-4 vitet ose 5 vitet e fundit, njerëzit si kanë qenë për të negosjuar mes Evropës, Serbisë dhe Kosovës, një ka qenë prej Spanje, ku ata nuk e njohin Kosovën, tjetri ka qenë prej Slovakia, as ata se njohin Kosovën. Na duhet të shikojmë se bota është kësaj, po aleati numër 1 për neve është Amerika. Kosova, qeveria Kosovës, njerëzit e Kosovës duhet bëjnë çmos t'jena afër Washingtonit, t'jena afër Amerikës. Komuniteti jonë po bën çmos për me majt afër Washingtonin me Kosovën, me Shqipërinë, me Maqedoninë e Veriut dhe me Malin e Zi. Interesi dhe gjëja më kryesore për komunitetin tonë këtu në Amerikë është se si Washingtoni me qenë afër shqiptarëve në Ballkan. E kam disa pyetje akoma për Kosovën. Dhe një nga ato pyetje që është edhe nuk e di pse ka ndodhur të ngërç për shtetet për të bërë connection, për të njohur Kosovën edhe shtetet e tjera që të marrë pjesë në organizmat ndërkombëtare. Pse ndodh kjo? S'ka lobizëm. Po me lëviz diçka duhet me punu për lëviz. Kosova nuk ka lëviz, nuk ka punuar sa duhet, mungon ka shpredësi për të hecë përpara. Duhet me miqtë tonë, me punu afër, me punu me Amerikën ose me miqtë tonë në përbot, për të krijuar një sistem ku kem ma shumë shtete për të njohur Kosovë. Ka punë. Pa punë nuk bëhet.